Stadiumi Brian Filipi në Lezhë po ndryshon pamjen ndërsa Beslidhja përgatitet për rikthimin në kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Marrëdhjen e presidentit të ri Pierin Fushaj në stadium ka nisur njësor ndërhyrjesh me synimin që impianti të jetë më modern dhe më dinjitoz për tifozët lezhjan në sezonin e ri. Shkallët pritet të pajisen me ulse të reja, ndërsa pista do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Paralelisht po vijojnë edhe punime të tjera në ambientet dhe infrastrukturën e stadiumit. Në këtë periudhë përgatitore, Beslidhja ka mësuar edhe kalendarin e sezonit të ri. Sot është hellur shorti i kategorisë së parë për sezonin 2026-2027 me skuadrën lezhjane që do ta nisë kampionatin në transfert. Në javën e parë, Beslidhja do të përballet me Kuksin në një sfidë që do të shënojë startin e aventurës së re në kategorinë e parë. Kampionati pritet të nisë në fillim të shtatorit, ndërsa lezhjanet synojnë të paraqiten sa më mirë që në javët e para. Pas rikthimit në kategorinë e parë, objektivat e Beslidhjes janë rritur, ndërsa investimet në stadium dhe afrimet në skuadër tregojnë ambicien për të ndërtuar një ekip konkurrues. Lezhjanet shpresojnë që stadiumi Brian Filipi të jetë gati me një pamje të re për startin e kampionatit dhe që Beslidhja të jetë protagoniste gjatë gjithë sezonit, me synimin për t'u afruar elitës së futbollit shqiptar.